Për herë të parë në Himar, një spektakël I pazakont ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Një peshk ton gjigant prej plot 120 kg-sh është gatuar live në mes të sheshit. Por ajo që e bën këtë histori edhe më interesante nuk është vetëm madhësia e peshkut. Shefi I njohur I kuzhinës Vioni Salushaj ka marrë përsipër këtë sfidë të rrallë duke e kthyer gatimin në një show të vërtet për publikun. Ai u shpreh se kjo është hera e parë që një peshk I këtyre përmasave përgatitet në publik në Himar. Një ide që synon të bashkojë traditën, turizmin dhe spektaklin në një përvojë të vetme. Ky ton I jashtëzakonshëm është kapur në ujërat shqiptare pranë Sarandës nga peshkatar vendas, duke shtuar edhe më shumë vlerën lokale të këtij eventi. Ndërsa aroma e gatimit përhapej në ajër dhe turma rritej çdo minutë, momenti kulmor ishte ai që askush nuk e priste. Një pjesë e madhe e këtij peshku gjigant nuk do të shitej, por do të shpërndahej falas për të gjithë të pranishmit vendas dhe turist. Kjo e ka kthyer të gjithë ngjarjen në një festë të vërtet, ku ushqimi, atmosfera dhe kurioziteti janë bërë bashkë në një eksperiencë unike që rrallë shihet në Shqipëri.